Dy aksidente janë regjistruar në Durrës duke shkaktuar një viktim dhe një të plagosur. Një aksident i rëndë është regjistruar rreth orës 2:30 të mëngjesit të së premtes në zonën e Vilës së Zogut në Durrës. Mësohet se një automjet ka dalë nga rruga dhe ka përfunduar rreth 40 metra në humner. Përplasja ka qenë e fortë, ndërsa automjeti ka përfunduar në një terren të vështirë, duke e bërë ndërhyrjen edhe më të komplikuar. Drejtuesja e mjetit është nxjerr nga zona dhe është transportuar me urgjencë drejt spitalit të Durrësit, ku ndodhet në gjendje të stabilizuar për jetën. Në vendngjarje ndodhen forcat e policisë, të cilat kanë nisur hetimet për të zbardhur shkaqet dhe rrethanat e aksidentit. Ende nuk dihen rrethanat dhe mënyra e saktë se si automjeti ka humbur kontrollin dhe ka dalë nga rruga, ndërkohë që viktim ka mbetur në një tjetër aksident, një 32 vjeçar i cili po lëvizte me biçikletë. Ai u godit për vdekje nga makina pranë rrashbullit.